nderuar shikues të podcastit të Liris këtu në Shqip Podcastit Okult, mirë mbrëma dhe mirë se u takuam në ditën e fundit të javës, sigurisht nesër është pushim, para se të fillojmë emisionin ton, dua t'ju kujtoj të gjithë atyre që ende nuk janë bërë abonent tek podcasti tyre i zemrës, me njerë një subscribe, pa para, pa u lodhur, vetëm një klik dhe ja ku bët abonent dhe sa herë të hapni YouTube-in do ta keni aty ke ato të preferuara tua çdo emision të radhës, plus që do t'ju vi dhe notification-i nëse klikoni dhe atje ku është e nevojshme në YouTube. Falenderojmë sponsorat e emisionit ton, të cilët vazhdimisht do të dalin në krahun tonë. Sponsorat i kini dhe në gazetën tonë, në website-in okult.org, e gjeni në Google, ndërsa kanali është në YouTube, mos i ngatroni, kanali Okult, ndërsa gazeta okult.org, gazeta tonë shumë e mirë me lajme të updateuara, të redaktuara, të rregulluara dhe me informacione nga fushat të ndryshme. Aty do t'i gjeni dhe një rubrikë ku janë librat e shtëpisë tonë botuse, libra pa fund, njeri mi bukur se tjetri, disa prej cilëve do t'ja prezantojmë sot me një qëllim të saktuar. Ata që duan ta shikojnë emisionin me titra mund të klikojnë dhe tashmë këtë mundësi na e jep YouTube-i që ne të dalim dhe me titra në çfarë do lloj gjuhë. Mirë, do të flasim sot për një temë që ka të bëjë me Nikola Teslën, rrjeti global i energjisë. Ka njerëz që janë fansa të shtëpisë time botuse, Helga Secrets, e cila ka që në vitin 2007, pas 2 vjetësh mbush 30 vjet, që është në treg dhe 20 vjet, dhe dëshironja të përmendja disa nga librat që kanë lidhje me shkencëtarët. Një është libër që nuk është shkencëtar, po i ka paraprirë shpikjeve të mëdha shkencore, ky është Jeta e Jules Vernit. Është një libër interesant që është ribotuar nga shtëpia botuese. Kemi shkencëtar tjetër, kemi Enrico Fermin. Është një libër i shkruar nga bashkëshortja e tij Laura Fermi. Dihet që Enrico Fermi ka qenë në prag të në prag të fillimit të luftës dytë botërore, gjatë epokës së fashizmit, kur Mussolini kishte ardhur në pushtet qysh në vitin 1922, dhe Enrico Fermi sapo mori një çmim nga këto ndërkombëtar, nga Akademia Mbretërore Suedis, çmim Nobel për fizikë kuantike, u largua sepse kishte frikë nga ndonjë veprim i qeverisë së Mussolinit, të paktën siç e thot gruaja e tij, Gjuajshë Laura Fermi. Këto duhen parë çik me dyshime këto deklaratat e këtyre, megjithatë aktiviteti i tij është edhe në mënyrë të përsosur. Ky është ndërtuesi i bombës së parë bërthamore. Këtu keni libër Agenda Alienëve, që është një nga librat e parë në mos i pari, voluminos dhe shumë interesant, që është botuar për të parë në gjuhën shqip që është para 17-18 vjetësh, 19 vjetësh, në lidhje me ekzistencën e alienëve. Sot ka shumë njerëz që flasin këtu në Shqipëri, por nuk është çudi që burimin e parë e kam pirë të këtyre dijeve, i kam pirë ke librat e mi dhe tashmë ka dritare pa fund që mund t'i shtosh këto njohuri në qoftë se ke interes. Një libër tjetër se më pëlqen shpeshherë kur më kundërshtojnë për disa çështje më përmendin Giordano Bruno, se u kam thënë disa herë që libri i vetëm serioz në gjuhën shqipe për gjithë ata që flasin shumë për Giordano Bruno, po s'kan lexuar asgjë, duhet të hapin këtë libër që është ndoshta libri më serioz i shkruar ndonjëherë nga Francis Yates, e cila është një okultiste dhe vajzë okultiste, një okultist i të shquar, i cili ka qenë
ka bashkëpunuar me Madam Babajvet, me Madam Elena Blavatskin, dhe Francis Jatis është dekania e parë e fakultetit për teozofi që u hap në mos gaboj në Universitetin e Oxfordit, sepse anglezët janë gjithmonë një para. Teozofia është një term që do të thotë dije nga bashkimi i dijeve fetare, filozofike dhe shkencore. Këto të treja të harmonizuara dhe të pak kundërshtuara në pika të caktuara ndaj njëra tjetrës përbëjnë një nukël që quhet bashkimi i gjitha këtyre nukleve quhet teozofi, dhe teozofja e parë me shquar ka qenë Madam Elena Blavatsky, e cila sigurisht është me të drejtë që nuk do më lexoj shumë, po do më lexojnë më të diturit dhe më të mençurit, dhe kështu është vërtet. Edhe librat e saj i ka botuar shtëpia jon botuese, që kanë një informacion të habitshëm dhe të pafund që të çuditin. Ne e kemi botuar dhe librin, siç u thash, Nikola Tesla, e kam përmendur her pas here këtë libër, që është një libër shumë serioz dhe është ndoshta i vetmi në gjuhën shqip që tregon me detaje jetën e biografinë e gjeniut më të madh të shkencës, dhe është shkruar nga një bashkëkohës dhe mik i tij mbas vdekjes së Nikola Teslës, John O'Neill. Sot do të flasim pikërisht për atë që sapo e anoncuam, temën që ka të bëjë me këtë dietar të madh për të cilin luftojnë disa shtete që e kanë të tyrën, siç janë kroatët, serbët, por dhe shqiptarët, pasi Nikola Tesla shpiksi i shumë patentave, por ajo që është me dobishmja deri tash sigurisht shpiksi i rrymës alternative në ndryshim nga rryma e vazhduar që gjatë kohës që Tesla filloi aktivitetin e vet, kishte hyrë në përdorim në një mënyrë ineficiente, dhe ishte ky gjeni që solli rrymën alternative dhe ndërtimin e hidrocentralit par Niagara Falls në kufirin ku ndahet shteti New Yorkut midis Kanadas dhe Shtetet e Bashkuara, ndërtoi hidrocentralin e parë. Sigurisht dhe shqiptarët janë në konkurrencë me serbët në radhë të parë, po dhe me kroatët, që Tesla mund të ishte edhe shqiptar, sepse ka pasur një foto të tij të dalë me rroba popullore shqiptare, me xhamadanin karakteristik shqiptar, dhe emri i fshatit nga ishte Tesla, babai i tij duhet thënë që ishte prift ortodoks, por dihet që edhe ato pikturat e famshme të ortodoksëve të vizatuara nga piktor të shquar serb, ku ortodoksët e zonave të pushtuara nga turqit, sidomos në veri të Shqipërisë, në kufimin midis serbëve dhe shqiptarëve, janë duke u larguar prej fitoreve doradorës të ushtrive turke drejt veriut. Dhe kjo do të thotë që ishin ortodoks shqiptar që largoheshin për të mos ju nënshtruar turkut edhe si pushtues, por edhe për shkak të fesë së tij të ndryshme dhe armiqësore me fenë e krishterë të ortodoksëve. Dhe nuk është çudi që shumë nga këta ortodoksët që ndodhen në Serbi dhe në Maltezi janë shqiptarë, dhe këta e tregojnë shumë shenja, siç janë mbiemrat e ndryshëm që nuk kanë lidhje me serbët, por janë mbiemrat që rrjedhin nga Shqipja. Kështu mund të ketë qenë edhe familja e Teslës. Babai i tij ka qenë një prift që e mbante veten për serb, familja e tij, por Tesla në një rast të veçantë thotë që kur uleshim nëna gjyshja jon na theshte ritualin e faljes së bukës para se të fillonim ngrënien e ushqimit: o Zot, bukën tonë të përditshme falna sot, në gjuhën shqip. Dhe kjo tregon që rrenjët e Teslës mund të jenë dhe shqiptare. Dihet që aeroporti i Beogradit
ka emrin e Nikola Teslës dhe serbët kanë bërë shumë para për ta përvetësuar emrin e tij, e kundërta ka ndodhur me shqiptarët, flas me institucionet dhe me shtetin shqiptar, me përjashtim të përpjekjeve tona të veçanta si studius apo botues të librave të ndryshme. E njëjta gjë nuk është për të çuditur për Teslën, ata që janë skeptik. E njëjta gjë është dhe me Qeç Kastriot Skënderbeun, ku grekët thonë që është njeri prej tyre, serbët gjithashtu, maqedonasit thonë dhe bullgarët thonë që ishte njeri prej tyre, dhe shqiptarët sigurisht janë në vend të parë për të pretenduar, sepse në fakt kështu është e vërteta. Skënderbeu, Qeç Kastriot Skënderbeu ishte një shqiptar me rrenjë dhe me origjinë nga Kanina, siç thot studiusi i madh amerikan Edwin Jacques, dhe jo më kot ai edhe gruan e mori në ish-vendet e familjes së tij, të larguar për shkaqe të ndryshme nga Vlora dhe të shkuar në mbi Shqipërinë e Mesme, ka pretendime të ndryshme pasaj që në Mat, në Kruj, në Kukës, në Peshkopi kanë qenë rrenjët e prindërve të Skënderbeut, apo ndoshta edhe të gjyshit të Skënderbeut. Mos shmangemi nga temat, të fillojmë të flasim për temën interesante të sjell për herë të parë nga giganti, inxhinieri më i madh i njerëzimit. Ju sigurisht dini Einsteinin, gjeniun e madh, profetin e madh të shkencës, po në fakt ka shumë njerëz që mendojnë ndryshe, që është Tesla. Dhe duhet thënë që Tesla vazhdimisht e ka injoruar Einsteinin, sepse kanë jetuar në kohë të përbashkëta. Tesla është një njeri që i ka sjell njerëzimit shumë hope të mëdha, zhvillimi dhe shumë patenta dhe shpikje të tij i kanë hyrë njerëzve në punë, në mjetet e lëvizshme, në motorët e trenave, të avionëve, të makinave, ku shumë shpikje të tij janë përdorur për funksionimin e tyre, por ne sot do të flasim për diçka tjetër që ende nuk është vënë në funksion, por ruhet si një sekret i madh. Dihet që Tesla ka vdekur në moshë të madhe, nuk e di sa ishte 90 e ca vjet, gati 100 vjet, dhe ka vdekur ndoshta në vitin 43 gjatë luftës së dytë botërore. Tesla punonte për ushtrinë amerikane vitet e fundit, dhe shumë shpikje të tij pasi ai vdiq u konfiskuan nga shteti amerikan, dhe thuhet që një xhaxhaj Donald Trumpit ka qenë miku i tij dhe ishte ai që i përvetësoi shpikjet e tij, dhe shpeshherë thuhet që dhe Donald Trumpi dhe familja e tij është një jetëtar i madh i adhurimit të Nikola Teslës. Çfarë është rrjeti global i energjisë wireless, siç i thonë në anglisht, ose patel? Kjo ka qenë një ëndër e Nikola Teslës. Ju lutem regjis një foto ku mendohet që kjo është përdorur nga qytetërimet tjera. Ne kemi bërë një ilustrim dhe kemi videon e sotme do ta shoqërojmë vazhdimisht me foto të ndryshme, dhe fytyra ime do të dalë gjithnjëherë më pak për shkak se fotot janë të shumta. Ëndra e Nikola Teslës për botën ishte që të gjithë të ishin në gjendje, të gjithë njerëzit, të lidheshin falas me një rrjet energjie wireless, patel. Dhe siç u thash, ai mund ta ketë marrë këtë ide nga një qytetërim i lashtë i humbur. Ju lutem foton tjetër, regjia. Në vitin, ja këtu keni patent të Nikola Teslës, ku është një lloj generatori që mund të lidheshe me ionosferën, e cila, siç thoshte Tesla, shkëlqen nga energjia, dhe kjo mund të shfrytëzohet në fakt lehtësisht patela nëpërmjet antenave transmetuese me njëra tjetrën. Kjo në fakt është ajo që quhet patenta e Teslës, ka një numër 787
po ta shikoni aty ka një numër 335 e 700, 330 duket do t'jetë numri dhe thuhet që është një llambë elektrike në pjesën e sipërme aty ku është dhe numri dhe emri Nikola Teslës. Të japim regjia, ju lutem, një pamje nga ndarja e atmosferës të mbi tokë. Tesla mendonte që toka është e rumbullakët ose ajo që ne kemi zgjedhur e konsideron tokën të rumbullakët, gjë të cilën nuk ndaj të njëjtën mendim, por megjithatë këto distancat janë përsëri të për ndarjen e hapësirës janë në funksion. Siç e shikoni, në fillim është troposfera që është më e shkurtër dhe është 7.16 kilometra, shpeshherë avionët përpiqen të dalin mbi troposferë gjatë udhëtimit të tyre, të dalin në zonën e ozonit ku e keni krah djath me një shigje të kuqe, që është zona e stratosferës, e cila është deri 50 kilometra. Zakonisht avionët ndërkontinental që udhëtojnë mbi tokë, udhëtojnë në një lartësi 10 apo 11 kilometra, 10 apo 11.000 metra mbi nivelin e tokës. Kini shtresën e mezosferës, ku nga toka arrin deri 80 kilometra, pastaj është termosfera, ku fillon dhe ionosfera, që ka energji sipas Teslës, pra energjia fillon mbas 80 kilometrave që është mezosfera, ku mbaron mezosfera dhe fillon termosfera dhe eksosfera, të cilat përkatësisht kanë distancë 500 km dhe eksosfera përfundon në 10.000 kilometra. Thtarët e tokës së sheshtë mendojnë që ena dhe dielli lëvizin në eksosferë, pra në një mjedis me ionosferë dhe pikërisht në lartësinë 5.000 kilometra afërsisht nga sipërfaqja e tokës, dhe mendohet që deri në eksosferë, ku është 10.000 kilometër, përfundon mundësia e njerëzve për të dalë jashtë, ku quhet outer space, do me thënë magnetosfera që lexoni aty lart, dhe në fakt aty është mbi firmament dhe aty ka ujë sipas atyre që besojnë ke toka e sheshtë, dhe mbi eksosferë ekziston ajo që quhet kubea që mbulon tokën dhe që na fut ne, sipas kësaj teorie, në një ambient të izoluar si një tenxhere të mbyllur. Kjo përmendet dhe në librat e shenjtë. Tashi ne i themi si variante se ka shumë të zgjuar që fillojnë shkruajnë s'është kështu, po është kështu, unë e ti se di. Nuk kanë modesti për të folur në mënyrë një çik humble, po sa pak të din, aq me siguri shkruajnë. Siç duket në këtë foto, ne e kemi marrë nga dituria e lashtësisë së shenjtë dhe burimi është nga ajo që quhet shërimi nëpërmjet dritës së shenjtë ose crystal light healing. Planeti Tokë është një gjenerator gjigant elektrik, sipas Teslës. Foto do të heqësh kur të them unë Juria. Dhe ai rrotullohet midis dy poleve ku mund të shfrytëzohet energjia e pakufizuar. Ju lutem foton tjetër. Duke shfrytëzuar te përqueshmërinë e tokës, mund të dërgohet energji elektrike në të gjithë botën, ashtu si uji i padukshëm që lëviz në përre.
Për këta, Nikola Tesla ndërtoi një kullë në Long Island të New Yorkut, që quheshe kulla Vandercliff, mbi një akuifer që shkarkonte jonet negative nga akuiferi në majën e kullës. Akuiferi quhet një mjedis poshtë sipërfaqes së tokës, zakonisht i shoqëruar me rar ose me argjil, që mund të jetë i tepërçueshëm, mund të kalojë gjitha ujërat, mund të bjen poshtë, ose mund të jetë izoluar dhe lart dhe poshtë dhe të ketë presion. Nikola Tesla mendonte që për të marrë energjinë duhet të ndërtoheshin transmetues që ta merrnin këtë energji dhe që njerëz ta përdornin ata për qëllimet e tyre. Ju lutem, regjis, hiqe foton dhe vendosni foton tjetër, që është një patent e Teslës përsëri, e cila ka numrin, është e vitit 1914 dhe ka një numër 1.919.732, dhe këtu tregohet se si është ndërtuar kulla Vandercliff. Parimi i saj ja ku keni poshtë edhe shpiksin me firmë Nikola Tesla. Këto janë materiale që ne i kemi siguruar mbi bazën e studimeve të ndryshme që kemi bërë dhe kemi grumbulluar. Pjesë të jashtme janë struktura jo metalike, në mes është një bosh, një aks, i cili pjesën e poshtme e ka me karbon, me një cilësi shumë të lartë, dhe poshtë ka prap një bazament në formë kutie, ku është bazamenti i qymyrit, me dy bazamente në fakt, bazamenti parë dhe i dyti, dhe ajo që është poshtë me vi është sipërfaqja e tokës dhe ka dy tiranta me të cilat mbahet kjo kullë, dhe Tesla ka ndërtuar edhe dy sferike lartë në majë metalike si pjata, të cilat do të bënin grumbullimin e energjisë me voltazh të lartë, siç duket dhe nga fotoja, dhe pastaj problemi ishte se si këtë energji që ata do grumbullonin nga këto antena, do grumbullonin nga ionosfera. Ju lutem, hiqeni këtë foto, regjia, dhe vendosni foton tjetër që ju kam dhënë, që është e njëjta gjë, po e bërë kështu si me thjesht për ta kuptuar çfarë është ajo që thith marsja dhe dhënsja, se si i thith kjo e madhja, merr energji të ionosferës, dhe këto të voglat janë ato marset Tesla që marrin këtë ngarkesën me voltazh të lartë që merr antena e madhe nga ionosfera, siç u thash. Pra, në thelb ai donte që ta merrte energjinë, siç u shpjegova, nga ionosfera dhe ta bënte atë që të pulsonte në tokë me një dridhje që të caktuar, me një frekuencë të caktuar, e cila mund të lexohej nga marsit e vegjël që mund ta thithnin pa tela wireless. Ju lutem, një foto tjetër ku tregohet për valët e ndryshme të radios, shpejtësinë e tyre të barabartë me shpejtësinë e dritës, dhe transmetuesin pa tela të Teslës nëpërmjet tokës, ku ajo arku përfytyrohet sikur është toka, dhe një transmetues është më i shpejt se drita, është 292.815 milje për sekond. Pra, jo kilometro, 300.000 kilometro që është dielli, shpejtësia e dritës së diellit, por kjo është 292.000 milje. Pra, e kalon 300.000, po të llogaritet.
Dhe aty kini një formulë se si e llogariste Tesla shpejtësinë e transmetimit të energjisë elektrike pa tela. Ju lutem regjia mos i largoni fotot pa ju thënë unë. Tu ju mund të ndaloni, ta zmadhoni foton dhe ta shikoni me kujdes ata që janë më profesionist dhe ta kuptojnë një çikë më mirë se çfarë janë këto pamje dhe imazhe që ne kemi sjell. Ju lutem foton tjetër të Nikola Teslës dhe foton tjetër që ka një shënim të Nikola Teslës, apo shënimi thotë që do të vi dita shumë shpejt, thotë Nikola Tesla, që unë do t'i tregoj botës se si mund të transmetohet fuqia e energjisë dhe shpejtësia e saj pa ndihmën dhe mundësinë e ndonjë përdorimit të telave për transmetim. Tesla kishte dhe shumë interesa të tjera në fusha të ndryshme të kërkimit, disa prej të cilave mund t'i quajmë shumë ezoterike, të fsheta që kishin lidhje me mistere nga jetët e kaluara. Për shembull, një nga ju lutem foton tjetër ku tregohet piramida e Kufus, siç i themi ne, ose piramida e madhe e Gizës, të cilat janë një mister më vetë dhe ne nuk e dim pse ato janë ndërtuar, kur janë ndërtuar, kush i ka ndërtuar dhe si ndërtovi pasi gurët e këtyre piramidave mendohet që janë marrë 5.000 milje më larg dhe janë rreth 80 ton gur të transportuar nga 500 milje larg. Ose janë 2.3 milion copa gurësh dhe që shkojnë qisej 6 milion ton. Pra një peshë e jashtëzakonshme lëvizur nga 500 milje lart. Është një misteri madh dhe një çudi e madhe që ka tronditur dhe shqetësuar shumë mendjet të njerëzve më të mëdhenj të botës, por dhe të njerëzve më të zakonshëm. Për misterin që ato përfaqësojnë. Ju lutem foton tjetër ku duken shkëmbint gurët e prerë të piramidave dhe Tesla besonte se këto i shërbenin një qëllimi më të lartë dhe i ka hetuar ato gjatë gjithë jetës së tij. Mund të shikoni atje me një rreth Nikola Tesla gjatë vizitës që ai ka bërë në piramidën e madhe. Po pse Tesla josheshe kaq shumë nga misteri i piramidave? Ai në fakt pyeste veten nëse ato mund të ishin një lloj transmetuesish gjigant energjie që dërgonin energji pa tel në kohë më të vjetra, pra kishin qenë të tilla në një kohë kur dhe Nili kalonte në këmbët të tyre. Kini një foto këtu ku tregojnë piramidat dhe Nili që kalonte në këmbët në mes të piramidave. Shpikjet e Teslës në fakt kanë vlerë për 80% të teknologjisë sotme. Si thuhet në librin e jetës së tij që unë u tregova. Tesla përsosi rrymën alternative dhe shpiku shumë teknologji moderne. Ai bëri motorin elektrik, ai ndërtoi radio në fakt, ai spuloi rrezet lazer, zbuloi ose shpiku radarët dhe i përdori ato për qëllime të ndryshme në shkencë. Çdo gjë që thot Tesla në fakt duhet të shikohet me kujdes dhe me seriozitet. Tesla, siç u thash, ka qenë një nga inxhinierët më të frytshëm dhe të rëndësishëm dy shekujve të fundit dhe ka disa shpikje interesante. Shumë njerëz besojnë në fakt se piramidat janë bare për faraonët e Egjiptit të lashtë, por aty
nuk është gjetur asnjë mumje, siç thuhet edhe në librin Misteri piramidave i botuar nga shtëpia ime botuese, dhe që është libri më serioz i botuar për piramidat në gjuhën shqip para 15 vjetësh. Në fakt, mumjet janë gjetur në luginën e mbretërve, nuk janë gjetur në piramidat e plajës së Gizës. Ju lutem foton tjetër. Në piramida, kjo është lugina e mbretërve, në piramida mungojnë mbishkrimet të cilat njihen që janë përdorur gjërësisht nga egjiptianët e lashtë. Pra, kjo na bën të mendojmë që piramidat nuk janë ndërtuar nga egjiptianët, por nga dikush tjetër përpara tyre. Dhe të dyshojmë që ajo që thot Tesla mund të jetë e saktë, pra që piramidat mund të jenë ndërtuar për qëllime funksionale dhe jo për ndonjë tekë të atyre që i kanë bërë për të bërë një ndërtim aq të madh. Tash i dihet që poshtë piramidave janë gjetur nëpërmjet teknologjisë së lartë është zbuluar që poshtë këtyre piramidave disa qindra metro ndodhen disa kolona mbi të cilat qëndrojnë piramidat, dhe poshtë këtyre kolonave ka pasur qytete të ndryshme të fsheta. Më poshtë në foto do të shikoni traditën që përdornin në luginën e mbretërve, po dhe në vendet tjera që kanë ndërtuar egjiptianët, ku ka shkrime të ndryshme dhe piktograme dhe foto të ndryshme, ku sidomos në ajo më poshtë regjia, fotoja dallohen qenie të ndryshme inteligjente me kokë ujku ose me kokë shqiponje, dhe mendohet që ai që është me kokë shqiponje me trup njeriu është në fakt Thoti. Thoti mendohet që është personi ose Hermes Trismegistus, Trismegistus ose Orfeu, siç i thonë shpeshherë grekët, ose Hermesi. Vazhdojmë me foton tjetër, ku është e njëjta natyrë, janë piktograme dhe shkrime në mur me gdhendje, dhe më poshtë do të japim foto se si duket pjesa e brendshme e piramidave, e cila përbëhet nga gur gëlqeror që përmbajnë kuarc dhe granit, të cilët janë shumë përshus. Vazhdoni me foton më poshtë. Ja ku keni ambientet e brendshme të piramidës, ku duken gurët e lëmuar dhe shkallët e vështira për t'u ngjitur, dhe disa persona aty që janë duke biseduar, kurse dyshemeja predrase sigurisht që është vendosur në kohët moderne. Vazhdoni me foton tjetër, ku është koridori që ngjitesh nga dhoma poshtë nivelin nëntokësor tek dhoma e mbretit dhe pasaj tek dhoma e mbretëreshës. Vazhdoni me foton tjetër. Duhet thënë që piramidat dikur kanë pasur një mbulesë prej guri gëlqeror të bardhë që ishte shumë i ngjeshur, dhe aty brenda nuk mund të futej as edhe një brisk i hollë. Ky lloj materiali ka veti të larta izoluese dhe në fakt nuk përmban material magnezi, sepse magnezi mund të bëjë çlirimin e energjisë elektrike brenda ambientit, dhe mungesa e tij nuk e lejon një gjë të tillë. Vazhdoni me foton tjetër të piramidës. Jo, është një foto tjetër më përpara. Foto tjetër, regjia, ndoshta se keni marrë, ju kam dhënë një foto ku është piramida e bardhë. Dhe rafshnalta e Gizës është mbi kanalet apo akuiferet e vjetra nëntokësore të ujit, siç u thash, dhe Nili, ja kjo është fotoja, Nili dikur rrithte shumë afër këtyre piramidave, mirë po tashi e ka ndryshuar shtatin dhe rrjedh diku më lart. Po të shikonin majt piramidës
që mungon në pjesën e sipërme të tyre sot dhe që mendohet që është dhe një nga arsyet pse faraoni largoi ebrejt nga Egjipti ishte sepse ata në fakt u akuzuan se kishin vjedhur arin e majave të Florinta të arta të piramidave dhe këtë zakon ata e kanë pasur gjithmonë, janë një popull shumë i lidhur me arin dhe jo më kot në librat e shenjtë të thuhet se pasuria dhe ari nuk do t'ju ndajnë kur, por po kështu dhe dhimbjet dhe lotët. Shumë e gjetur dhe shumë e drejt deri tash. Ju lutem, foton tjetër ku duket pranë piramidave është një piktur, kalon Nili. Foton tjetër regjia, ja ku e kini Nilin shumë pranë piramidave në plajën e Gizës. Dhe kjo shkencë njihet si fizioelektricitet, ku rryma elektrike lëviz nga poshtë lart në piramidë përmes gurëve të granitit deri në gurin e artë apo atë kapuçi në maj, siç e shikoni në foto që është prej ari, siç u shpjegova. Ari është një përques i shkëlqyer e energjisë elektrike dhe ky ar do të dërgonte ionet negative në ionosferë. Ju lutem regjia, po ja ku është pjesa e artës sipër mbi piramidë, ndërsa do të flasim dhe për pjesën e brendshme të piramidës së madhe të Gizës, e kemi marrë si shembull, e cila ka një dizajn, një ndërtim shumë të thjeshtë dhe mekanik, pavarësisht se shumica e studiuesve nuk e kanë kuptuar qëllimin e këtyre piramidave ashtu siç e ka konceptuar Tesla dhe që ne po ja u paraqitim sonte juve këtu. Ju lutem një foto tjetër ku duket një trekëndsh i verdhë me prerjen e piramidës. Gjithë vija ansore e zezë është pjesa e piramidës sipas një prerje dhe duket që ka 3 dhoma. Është dhoma nëntoksore e poshtme. Kjo quhet si një fabrikë, si një uzinë, prandaj quhet edhe uzina e fuqisë së Gizës. Ka një dhomë të mbretit dhe një dhomë të mbretëreshës. Duket që dhomat japin inpute nëpërmjet mikrovalve dhe ka një rezonancë për shkak të dhomës që përbëhet nga kuarc dhe ka një filtr akustik përpara dhomës së madhe e cila lidhet me ionosferën dhe në dhomën e mbretit ka një solucion acidi hidroklorik tretësirë dhe ka dhe një solucion me klorid zinku të hidratuar, pra të përzier me ujë dhe këto kanë rrjetet të treja, ambientet kanë lidhjet e tyre me korridore dhe me tunele, shpeshherë edhe të dyfishta dhe nëpërmjet kësaj realizoheshe çlirimi i ionëve që merreshin nga uji i Nilit që kalonte aty pranë dhe dërgoheshin në ionosferë dhe ngacmoheshe ionosfera e cila prodhonte energji elektrike që thitheshe përsëri nga piramida. Ju lutem foton tjetër, shikohet në krah të djathtë është lumi Nil dhe i lidhur me kanalet me dhomën e poshtme, atë që ju tregova më lart, mbajni foton dhe uji vërshon në dhomat poshtë dhe del duke krijuar nëpërmjet një pompe e cila shkakton vibrimin ose lëkundjet brenda piramidës. Vazhdoni me foton tjetër dhe në dhomën e mbretit, siç u thash, krijohet një frekuencë e lartë. Ja ku keni prerjen tjetër ku mund ta quajmë pompa e faraonit.
ata që janë të interesuar mund të ndalin videon këtu dhe të shikojnë, mund të jenë edhe më profesionistë se unë dhe mund të shikojnë me kujdes, sidomos inxhinierët mekanik apo elektrik dhe ta kuptojnë se si ka funksionuar sipas konceptit të Teslës ky lloj trajtimi që ne po bëjmë. Pra, dridhja godet dhomën e mbretit me një frekuencë të caktuar, ju lutem, dhe një prerje tjetër, ja ku e kini këtu, një pompë e përdorur, e konstruktuar për piramidën e madhe, ja ku kini prerjen dhe mund të shikoni me qetësi se si ka funksionuar parimi i ndërtimit dhe i shlirimit të joneve. Dhe kjo i kishte bërë shumë njerëz të besonin që piramidat e lashta ishin pajisje gjeomekanike që vibronin me energjitë e tokës dhe i shndërronin energjitë e saj në energji elektromagnetike. Ndërtuesit e lashtë i kanë ndërtuar piramidat, por jo vetëm piramidat, do t'ju thosha dhe obeliskët, dhe kanë krijuar një rrjet të lashtë global të energjisë patel. Piramidat shkaktonin ngacmimin e ionosferës dhe merrnin thithjen e rrymave me voltazh të lartë, të cilat nëpërmjet obeliskëve shpërndaheshin për përdorim nga banorët. Ju lutem, një foto tjetër regjis, ja ku kini një pikturë se si është imagjinuar nga Tesla ky funksion. Obeliskët, siç u thash, janë përdorur për të shfrytzuar energjinë nga gjeneratorët, të prodhuar nga gjeneratorët e piramidave, dhe edhe këto janë bërë nga granit që përmban kuarc. Kuarci, siç u thash, ka aftësinë të shndërrojë dridhjet e tokës në një energji të përdorshme të njohur në shkencë që quhet piezoelektricitet. Besoj që kam gjallur kurreshtin tuaj dhe do t'ju tregoj dhe obeliskun nga një pamje e marrë shumë interesante në Egjipt, ku shikohen dhe shumë piktograme dhe disa statuja pranë obeliskut, që u përdorën në mënyrë që pajisjet më të vogla elektronike të merrnin energjinë nga obelisku në një nivel lokal, siç janë llambat për shembull. Egjiptianët kanë përdorur llamba dore, të cilat quheshin dendera. Ja ku i kini këtu në këto piktogramet, një person mban një llambë dhe poshtë saj janë dy persona të tjerë të cilët punojnë, madje janë dy llamba, po të shikoni dhe në krahun tjetër, dhe është në një foto tjetër më pas, që ja kam dhënë unë regjis, ja ku janë dy llambat që, siç u thash, ata i quanin dendera. Këto nuk janë rastësisht, dhe po të shikosh, është e ngjashme me një llambë, ja ku e keni këtu, të përdorur sot. Dhe nuk mund ta shikojmë këtë si diçka qesharake, sepse në fakt kjo përdorimi këtyre llambave është i besueshëm, sepse nuk ka nëpër korridoret e piramidave asnjë shenjë që mund të linin pishtarët tymi. Tymi nuk ekziston brenda piramidave, dhe kjo e kthen këtë tezë si një mundësi, dhe askush nga këta që shkruajnë bla 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 bla, nga këta shkencëtarë të shumt që janë nëpër malet dhe fushat e Shqipërisë, që fillojnë japin teori se si është e vërteta, jo si mund të jetë, po si është. Në varet e mbretërve, në luginën e mbretërve, nuk ka asnjë shenjë tymi nëpër korridoret e piramidave. Pra, kjo do të thotë që ata nuk kanë përdorur as pishtar dhe as qirinj zjarri në tunelet nëntoksore. Ju lutem, foton tjetër, dhe këtu jemi në
Tesla ka treguar një version të ngjashëm në panairin e Chicagos, ku ai mbajti një llambë dhe e ndezi atë me trupin e tij. Lutem foton tjetër të Nikola Teslës. Ja ku është, ku Tesla e ndezi me trupin e vet, duke bërë brenda llambës anodën dhe trupit të tij katoda ose e kundërta. Ja ku e keni Nikola Teslën dhe tha, kjo është e mundur, tha, dhe një variant të këtill kam përdorur edhe egyptianët kur kam punuar brenda në galeritë e piramidës së madhe. Pra, Tesla mund të, ju lutem vazhdoni me foton tjetër, mund ta ketë deshifruar kodin e ndërtuesit të lashtë. Në fakt, shumë mbrapa se Tesla në vitin 2018, një grup studiueshish përcaktuan se piramida ende përqendron një energji të lartë elektromagnetike. Vendodhja e rafshnaltës së Gizës në fakt shtrihet gjithashtu në ato që quhen vijat e energjisë tokës, ose shpeshherë quhen vijat lej të botës. Dhe këto janë në kuota të barabarta, në të njëjtën lartësi, në terrene të thyra si ato vijat e izoipseve, të artave të ndryshme, dhe janë në pika me një lloj energji dhe frekuence të lartë dhe me përqendrim të lartë të ngarkesës elektrike. Ato marrin informacion ose energji dhe i mbartin në përbot, duke përhapur njohuri dhe mençuri tek të gjithë njerëzit në tokë. Ju lutem një foto tjetër, ja ku janë vijat e energjisë lej në përbot, ku ka pika të ndryshme infleksioni të cilat karakterizohen nga ngarkesat larta dhe duket më kryesorja buron nga piramida e Gizës, por ka dhe në vende të tjera si në Meksik, si në Machu Picchu në Peru dhe në Australi ka një pikë të fuqishme infleksionit të energjisë lartë, ashtu si dhe në piramidat e Kinës, po të shikoni, ka një pikë tjetër infleksionit të lartë. Këto pika kryqëzimi, siç e thash, janë shtëpia e disa prej tempujve dhe monumenteve më të shenjta në botë, siç janë piramidat e Egjiptit, Machu Picchu, Stonehenge në Angli, Angkor Wat e të tjera. Ju lutem me foton tjetër. Vazhdoj me fotot, janë fotot në Kinë, në Peru, në Angli, Stonehenge, dhe shumica e kulturave të lashta në botë duket që kanë një farë kuptimi për vijat lej. Kina në fakt i quan vijat e dragojit, Amerika e Jugut i quan spirit lines ose vijat shpirtërore, Australia i quan linjat e endrave ose vijat e endrave, kurse Perëndimi i quan vijat lej. Këtu keni një foto ku duket lëshimi i ioneve nga piramidat dhe thithja e energjisë me voltazh të lartë nga këto piramidat, dhe ekziston një sistem model simetrik për të gjitha piramidat kryesore të lashta dhe strukturat e tjera megalitike. Një foto tjetër, ju lutem regjis. Unë kam marrë foto të ndryshme për këto që po i shpjegoj, nga ata që mendojnë që toka është sferë, por e njëjta gjë do të ishte dhe në qoftë se toka do të ishte e sheshtë. Pra, i njëjti shpjegim do të ishte. Siç e shikoni, këtu keni disa meridiane të cilat takohen me disa rrath të rëndësishëm, siç janë tropikët e veriut dhe të jugut, që janë në 23 gradë poshtë edhe lart Ekuadorit, dhe pastaj mbi
90 gradë janë tropikët që këta i quajnë Poliveriut dhe Poliugut, po në fakt ekziston vetëm Poliveriut dhe sipas shpjegimit tokës së sheshtë dhe Antarktida. Por le të shikojmë foton që është sistemi gjeodezik i lashtë. Jo, foton më përpara, të lutem regjia, zmadoj pak. Këtu, si që shikoni, në Meksikë është Teotihuacani, ku takohet meridiani që kalon në atë pikë me tropikun e veriut, që në fakt quhet, në mos gaboj, tropiku i Priciapit, ose i Gaforës, nuk jam i sigurt, se dhe mundet që i ngatroj, dhe poshtë është ishulli lindor që quhet, që ka një kryqëzim të pjerët me atë që quhet lartësia Balbak, ose lartësia ajo që kalon atje është lartësia e piramidës së madhe në nivelin e tokës. Shikojeni me kujdes ata që kanë qef të shikojnë më me ngadalë dhe të mësojnë ose të maniten ose të kënaqin kurreshtjen me këtë lloj interpretimi. Ju lutem vazhdojmë me foton tjetër. Pra, ky është kompleksi piramidal me rëndësi të lartë, ku edhe këtu ka prova elektromagnetike, që është kompleksi piramidal Teotihuacan në Meksikë, ku në mes të këtyre, ndërmjet tyre piramidave, ka tunele nëntoksore që përmbajnë ujë, pirit, mërkur dhe në mos gaboj gaz rodon. Lutem dhe foton e fundit që kemi përgatitur për sot, ose parafundit, foton e parafundit, 2-3 fotot e fundit duhet të jenë, ku është kompleksi që duket se është identik me atë të piramidës Gizës, dhe kur e shikon nga lart duket sikur është një qark kompjuteri. Ju lutem foton tjetër, duket i ngjashëm me një qark kompjuteri, ku duken disa piramida të mëdha, marse dhe të vogla, që janë domethënë marse nga ionosfera dhe marse nga piramidat e mëdha, janë piramidat e vogla, të cilat bëjnë shpërndarjen pasaj për konsum të energjisë që thithet nga ionosfera. Ka prova të energjisë elektromagnetike në të gjitha këto monumente të mëdha antike, dhe kjo do të thotë se ekziston mundësia që të ketë pasur një shtetërim të lashtë që i ka shfrytzuar këto ndërtesa për të marrë energjinë nga ionosfera dhe për të krijuar teknologjinë që ne vetëm mund ta ndëronim, dhe kjo do të ishte shumë e vështirë. Edhe foton e fundit, ju lutem, ku është një përfytyrim i ekzistencës së këtyre piramidave të mëdha dhe marse të energjisë nga ionosfera dhe atyre obeliskeve dhe piramidave të vogla, të cilat marrin energjinë nga piramidat e mëdha. Besoj që shumë nga ju lutem hiqe foton. Për ta mbyllur, shumë nga njerëzit kanë dëgjuar për mundësinë e përfitimit dhe të transmetimit të, kjo është më e vështira, të kësaj energjie wireless, pra pa tela, dhe ka dhe tjerë që mund të mos e kenë ditur mund të mos e kenë patur një përfytyrim të tillë, dhe me këtë emision të sotëm ne hapëm një dritare të vogël dhe krijuam një mundësi në emisionin ton okult mister, për të trokitur në mendjet e atyre që
janë në fakt open mind të atyre që mund të mos kenë edhe shumë shkolla të larta, por kanë mend nga Zoti, pra i kanë trurin e hapur për të mësuar, jo nga ata që mund të kenë mbaruar shkolla kështu për inxhinieri, kështu ai qeshin, se ju duket sikur ato që kanë mësuar në shkolla janë fjala e fundit e të vërtetë, ose nuk ka të vërteta të tjera, vetëm ato që ju ka thënë profesori në shkollë. Pra, u hap një dritare ku njerëzit me kalimin e kohës sa herë të hasin materiale të këtilla mund t'i shtojnë njohurit dhe diturit e tyre, sepse Kureshtja ka lindur me njeriu, po këtu s'bëhet fjalë vetëm për Kureshtje, po bëhet fjalë edhe për lehtësuar jetët tona nëpërmjet shfrytëzimit të këtyre mundësive që mund t'i kenë përdorur qytetërimet tjera më të avancuara se ne, dhe që për arsye të saktuara sot janë zhdukur dhe nuk ekzistojnë. Gjithçka mund të ketë ndodhur. Kur mos thuaj kur. Never say never. Këtu mendoj ta mbyllim emisionin e sotëm dhe gjithmonë dua t'ju kujtoj atyre që nuk janë ty sondrak të bëjnë një klik ke aty ku thuhet subscribe, që të shkojmë shumë shpejt ke 10.000 shikues. Në qoftë se ju i kushtoni pak rëndësi kësaj që unë ju them, ne mund të kalojmë 10.000 shikime brenda një dite. Por në qoftë se ju nuk i kushtoni rëndësi dhe ju duket një punë e lodhshme dhe shumë e mundimshme të bëni një klik, atëherë mos e bëni. Nga unë, Alfred Sako, natën e mirë dhe mirupafshim.